Ndashta në momentin e tashëm më mirë i shkon me marrë opozita, po edhe opozita po shihet edhe aty, po ka përçarje, po ka mos pajtime. Dini prapë në vota, kush të fiton, i ka për harë. Qësho rrëshën me vetin mena në parlament, a i keni po atu? Vartia parë, do mënë kush i ka fitu. Drejtën beton, qysh i kanë raportet për momentin, s'po shihet kurvar perspektivet, apo me prit, kush me kanë me po koalicion. A i mirë marë i shkon, vendosja me PDK-n, ishin kon një qeveri ma stabile, ma e kjartë edhe kishin mujt me punu ma mirë, po kur i dim në atë kalumen e tyne, në mes veti që shë pas edhe tash, në më thonë ata nuk ka kurfar sinjali që do të pranon asë njona, asë tjetër, s'kan shenja që janë të interesume me formu koalicion. Ndashta në momentin e tashëm më mirë i shkon me marrë opozita, po edhe opozita po shihet edhe aty, po ka përçarje, po ka mos pajtime. Po unë kisha mendu që gjitha partitë të arrijnë një marrëveshje, më ule me bisedu se është një çështje shumë madhështore, madhe, kombëtare, edhe me pru dyqyshe jo kështu një farhasmënien mes vetive, jo veç më bu me LDK ose PDK, po më bu gjitha partitë me ra një gojë dhe me fillu. Nësë me lonë këtë popull kështu, çdo moment që po bo, çdo moment kush me kanë, edhe kishin të fillu, pas taj kur të nëreqet këtë situata me qëtat farë asociaciona që po thojnë, atëherë të në dini prapë në vota, kush të fiton, i ka për harë. Veç vetë vendosje ka me bu, me pakicat, vetë vendosje me pakicat, tërë kushish. Normal, stabile, ka me qenë me to, me vëvën. Me tjerat, asë një kur një jetë tonë s'kene me po stabile, qeveri. Kretë kime posën hauz, që sho rrëshën me vetin mena në parlament, a i keni po atu? Fituesi o vlla, fituesi, qaj që i ka fitu zgjedhje dhe qaj du të me bu qeverinë. Pasiosh, a do të ketë një qeveri me koalicion ma të gjerë? Ma mirë është, se bëhet zgjedhja pak ma letë për këto temat që i kanë halat pa zgjedhura. Vartia parë, do mënë kush i ka fitu e vetë vendosja në këtë rast, me dikon tjetër konë.